Baza ushtarake sekrete e zonës 51 në Nevada është një vend për të cilin milione njerëz në botë kanë dëgjuar. Informacione të klasifikuara, mister, teknologji të avancuara dhe natyrisht, teori konspirative rreth të huajve janë të gjitha të lidhura me të. Por çfarë është në të vërtetë zona 51? Pse është bërë ky vend sinonim me fenomene që nuk mund të shpjegohen dhe mistere shtetërore? Në shkretëtirën e largët të Nevadës, rreth 130 kilometra në veriperëndim të Las Vegasit, gjendet zona 51, pjesë e zonës së provave të ajrit të Nevadës. Ky vend nuk shfaqet në harta tradicionale. Krijuar në vitin 1955, fillimisht ishte një vend i izoluar ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës testonin avion spionazhi të avancuar. Ky vend është i rrethuar nga male. Zona 51 ndodhet në shkretëtirë, e mbrojtur nga male dhe ofron kushte ideale për testime të fshehta. Kjo vendodhje gjeografike, pikërisht për shkak të karakteristikave të saj, e bën atë të përshtatshme si një vend i padukshëm për operacione ajrore dhe eksperimente ushtarake. Baza është e mbrojtur nga masa të rrepta sigurie, përfshirë sensor elektronik, kamera të fshehta dhe patrullime të rregullta sigurie. Zona 51 është më shumë se thjesht një bazë ushtarake sekrete, është një simbol i misterit dhe mistifikimit. Rajoni përreth, sipas të gjithë dëshmive, është një vend i padukshëm për operacione ajrore dhe eksperimente ushtarake, dhe kjo ka qenë arsyeja kryesore pse një nivel i tillë fshehtësie ekziston. Në shkretëtirën e Nevadës, larg syrit publik, nuk ka vend më të përshtatshëm për këtë vend. Por kjo fshehtësi është ajo që ka shkaktuar spekulime dhe legjenda. Në shkretëtirën e thellë, një vend ekziston për eksperimente ajrore, larg kontrollit të opinionit publik për zhvillimin e tyre. Zona 51 është përdorur për projekte sekrete shumë të avancuara. Shumë nga këto projekte janë ende të klasifikuara sot, por baza ka qenë qendra për përmirësimin dhe testimin e teknologjive ushtarake, si ato për mbledhjen dhe analizën e inteligjencës spionazhuese. Inovacioni dhe teknologjitë e avancuara që janë zhvilluar në këto instalacione ushtarake janë ende të fshehta për publikun e gjerë. Megjithatë, në dekadat e fundit, zona 51 ka marrë një dimension kulturor. Ajo është shfaqur në filma, libra dhe programe televizive, duke u bërë pjesë e narrativave që përfshin mistere të ndryshme, nga teknologjitë e panjohura deri te bashkëveprimi me qenie të panjohura. Për shumë, ajo është thjesht një shembull i asaj që ne nuk e dim. Në fund, zona 51 mbetet një nga vendet më enigmatike në botë, një simbol i sekreteve ushtarake dhe ndryshimeve gjeopolitike që kanë ndodhur që nga koha e luftës së ftohtë. Gjatë luftës së ftohtë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik ishin në një garë strategjike për sundim dhe ata po konkurronin për mbizotërim ushtarak. Në këtë kontekst, ishte e nevojshme të zhvilloheshin teknologji të klasifikuara më të sofistikuara, më të shpejta dhe më vdekjepremëse se më parë. Është në këtë kontekst që zona 51 u bë e rëndësishme. Shkretëtira e Nevadës është e rrethuar nga male. Në vitin 1955, me këshillimin e CIA-s, Shtetet e Bashkuara të Amerikës filluan të kërkonin një vend për të testuar avionin spionazhit U-2. Ata zgjodhen këtë vend, i izoluar, i fshehtë dhe i largët nga vëzhgjim, për zhvillimin e teknologjive më të avancuara. Lokacioni në Nevada, i rrethuar nga male, kishte kushte ideale. Për më tepër, u krijua integrimi logjistik dhe fshehtësia për të mbajtur larg vendet. Gjatë luftës së ftohtë, zona 51 u bë një teatër ku zhvilloheshin dhe testoheshin teknologji që do të ndryshonin ekuilibrin e fuqisë ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik. Në këtë periudhë të mbushur me tensione politike, ushtarake dhe teknologjike, rriteshin çështjet mbi kompeticionin dhe superioritetin. Zona 51, si një vend i izoluar, së bashku me vendet të tjera të klasifikuara, u bë një vend i padukshëm për zhvillimin e përparimeve më të reja.
Një nga projektet më të rëndësishme që u zhvillua në zonën 51 ishte avioni spionazh U-2. Ky avion ishte i aftë të fluturonte në lartësi të mëdha mbi territoret e Bashkimit Sovjetik, duke fotografuar objektiva në distanca të gjata, raketa dhe infrastrukturë kritike, duke lejuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kryenin misione spionazhi në thellësi të territorit sovjetik, pa u zbuluar. Zhvillimi i U-2-shit në zonën 51 ishte një arritje inxhinierike. U kapërcyen sfidat në aerodinamik, dizajn dhe sisteme navigimi për të krijuar një avion që mund të përmbushte kërkesat e misionit. Sfidat e U-2-shit ishin të shumta, duke përfshirë aftësinë për të fluturuar në lartësi ekstreme për kërkimin dhe vëzhgimin. Misionet e U-2-shit siguruan inteligjencë kritike që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e përdorën për të kuptuar më mirë planet e Bashkimit Sovjetik, duke luajtur një rol vendimtar në ngjarje të tilla si kriza e raketave të Kubës. Në vitin 1962, një U-2 që fluturoi mbi Kubën zbuloi inteligjencë që zbuloi raketa nukleare sovjetike të vendosura në ishull, duke quar në situata që potencialisht mund të kishin quar në një luftë nukleare. Pas U-2-shit, zona 51 vazhdoi të kontribuojë në zhvillimin e avionëve të tjerë. Pas U-2-shit erdhi SR-71, Blackbird, një nga avionet më të shpejtë në botë, i aftë të fluturojë me shpejtësinë Mach 3 dhe të mbetet i padukshëm, duke qenë pothuajse i pamposhtur për strategji spionazhi. Përpara SR-71-shit ishte A-12 Oxcart, i cili u përdor për misione spionazhi mbi territoret armiqe. Edhe pse SR-71 është më i njohur, A-12 ishte i pari që u përdor për kërkime dhe performanca e tij ishte më e lartë. Më vonë, në zonën 51, u zhvillua F-117, avioni i parë operacional me teknologji stealth, duke shënuar një ndryshim të madh në operacionet dhe strategjinë. Me dizajnin e tij të pazakontë dhe aftësinë për të shmangur radarët, ai u bë një element kyç në strategjinë gjatë luftës së gjirit. Projektet dhe përparimet teknologjike, përveç avionëve, zona 51 ka qenë edhe një vend testimi për teknologji të avancuara në fusha të tjera. Sisteme eksperimentale armësh, teknologji jo konvencionale dhe makina të panjohura janë disa nga shembujt e projekteve që janë zhvilluar në bazë. Edhe pse detajet specifike janë të fshehta, inovacionet në këto fusha kanë ndikuar në zhvillimin e teknologjive për përdorime ushtarake dhe civile. Për shembull, teknologjia stealth, që u përdor fillimisht në avionët ushtarak, është përdorur më vonë në platforma të tjera, duke përfshirë dronët dhe automjetet pa pilot. Makinat në zonën 51 kanë testuar mbrojtjen kundër radarëve dhe sistemeve të komunikimit infrastrukturor, duke krijuar inovacione që do të rishpërndaheshin në mjetet ushtarake, si dhe strategji për zvoglimin e mundësisë së zbulimit nga forcat armiqësore. Për më tepër, zona 51 ka qenë një vend testimi për sisteme kërkimi dhe vëzhgimi të avancuara. Këto sisteme janë krijuar për të mbledhur inteligjencë nga fotografia dhe radarët. Ruajtja e komunikimeve, funksionimi i sensorëve të ndjeshëm dhe zhvillimi i mbrojtjes elektronike në platforma ushtarake të avancuara ka lejuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mbajnë epërsinë në botë. Zhvillimet e teknologjisë ajrore hapësinore në zonën 51 kanë pasur gjithashtu implikime për kontekstin civil. Punët e kryera në aerodinamik, materiale të avancuara dhe sisteme navigimi kanë ndikuar në ndërtimin e avionëve komercial më të shpejtë dhe më të sigurt. Në këtë mënyrë, inovacionet e lidhura me projektet e klasifikuara kanë ndikuar në jetën e përditshme të njerëzve, duke ndryshuar industrinë e aviacionit dhe navigimit. Zona 51 ka kontribuar gjithashtu në zhvillimin e teknologjive të simulimit dhe testimit. Simulime të sofistikuara fluturimi dhe teste në kushte reale kanë lejuar pilotët e avionëve dhe personelin ushtarak të përgatisin misionet e tyre në mjedise virtuale. Këto teknologji kanë ndihmuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës të përmirësojnë aftësinë për të kryer në kushte të ndryshme, duke zvogluar kostot e testimeve fizike. Misteret dhe fshehtësia që rrethojnë zonën 51 janë pjesë e misterit që e karakterizon atë, por kjo fshehtësi është e nevojshme për natyrën e operacioneve dhe projekteve të avancuara që zhvillohen atje.
Që nga fillimi i zonës 51, është përdorur masa e rreptë e sigurisë për teknologjinë ushtarake dhe shkencore, duke mbajtur informacionin larg publikut. Por gjeografia nuk mjafton. Fshehtësia fizike është vetëm pjesa e parë. Perimetrat janë mbrojtur me vëzhgim të rreptë, sensor elektronik dhe patrullime të rregullta sigurie. Shenjat paralajmërojnë vizitorët për të mos hyrë, me paralajmërime të forta për përdorimin e forcës vdekjeprurse dhe ndjekjen. Ky staf i sigurimit është pjesë e një sistemi të rreptë të kontrollit që mban fshehtësinë e zonës 51. Kjo zonë ushtarake, e njohur si R4008N, është e mbrojtur 24 orë në ditë për të parandaluar hyrjen e paautorizuar. Zakonisht, avionët janë parë të fluturonin mbi këtë zonë dhe ajo është e mbyllur. Edhe brenda bazës, masat e sigurisë janë ekstreme. Hyrja në zona të ndryshme është e ndarë në mënyrë strikte, duke kërkuar autorizime të veçanta dhe kontrolle sigurie. Informacioni kontrollohet sipas principit duhet të dish, që do të thotë se vetëm ata që kanë nevojë për informacion kanë akses. Kjo kompartimentalizim ka bërë që edhe personeli brenda bazës të ketë njohuri të kufizuar për programe të ndryshme. Zona 51 ka përdorur teknologji të avancuara për të monitoruar sigurinë, duke përfshirë kamera të fshehta, pajisje detektimi dhe sisteme paralajmëruese. Këto sisteme janë përdorur për të zbuluar çdo lëvizje të paautorizuar, për të reaguar menjëherë në çdo shkelje sigurie. Personeli që punon në zonën 51 janë nënshtruar gjithashtu masave strikte të sigurisë. Punonjësit trajnohen vazhdimisht dhe trajnimi i tyre është i ndarë nga puna e tyre në mënyrë që të mos dinë më shumë se sa duhet. Punonjësit fluturojnë nga terminalet civile në Las Vegas me avionët Janet, avion të bardhë pa shenja që i transportojnë ata në bazë, duke fshehur identitetin e tyre kur hyjnë dhe dalin. Teoritë e para të komplotit. Fshehtësia që rrethon zonën 51 ka qenë shkaku kryesor i teorive të komplotit që filluan që nga vitet 1950 me projektet për testimin e avionëve spionazh, por ai mister është zgjeruar ndjeshëm që nga ajo kohë. Me rritjen e fshehtësisë, spekulimet dhe gënjeshtrat janë shtuar. Lidhja e zonës 51 me avionët e panjohur dhe fenomenet e pashpjegueshme filloi kur njerëzit filluan të raportojnë vëzhgime, duke besuar se këto ngjarje ishin lidhur me operacionet sekrete që ndodhnin brenda bazës. Shumë nga këto raporte lidhen me testimin e avionëve eksperimental dhe teknologjive të avancuara në zonën 51, por shpjegime zyrtare nuk janë dhënë ose nuk janë mjaft bindëse për teoritë të caktuara. Incidenti i Roswellit në vitin 1947, edhe pse në lidhje zyrtare me zonën 51, ndodhi 10 vjet më parë, ka luajtur një rol në lidhjen e bazës me të huajt dhe UFO-t. Zbulimi i objektit të rënë në Roswell, New Mexico, dhe teoritë që u zhvilluan për anijet kozmike dhe krijesat jashtëtoksore, kanë lidhur zonën 51 me misterin, duke besuar se teknologjitë dhe krijesat e tjera janë atje. Me kalimin e dekadave, njerëzit që kanë pretenduar se kanë punuar atje, kanë raportuar teknologjitë e avancuara dhe takime jashtëtoksore në zonën 51. Ideja e zonës 51 si një qendër e aktivitetit paranormal ose jashtëtoksor është përhapur nëpërmjet kulturës popullore. Filmat, programet televizive dhe librat kanë portretizuar vende sekrete, teknikë të huaj, mistere jashtëtoksore dhe vazhdojnë të fuqizojnë këto, duke krijuar një realitet ku dallimet midis faktit dhe fiksionit janë bërë gjithnjë më të paqarta. Për më tepër, interneti dhe mediat sociale kanë zgjeruar shpërndarjen e historive dhe spekulimeve për zonën 51 dhe lejuar zhvillimin e shpejtë të informacionit. Forumet online, faqet e dedikuara dhe kanalet video kanë u bërë platforma për teoreticienët e komplotit dhe njerëzit e interesuar, shpesh duke përzier faktet. Incidenti i Roswellit. Incidenti i Roswellit është një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e ufologjisë dhe teorive të komplotit. Në verën e vitit 1947, pranë Roswellit, New Mexico, u raportua një incident ku fragmente u gjetën, të cilat fillimisht u identifikuan si një objekt fluturues i panjohur. Ky incident shkaktoi spekulime dhe narrativa të ndryshme, dhe në fund, Roswelli u lidh me zonën 51, duke krijuar një lidhje kulturore që vazhdoi të nxjisë teori për sekrete qeveritare dhe teknologji jashtëtoksore. Incidenti filloi kur u zbuluan fragmente një ferme rurale në zonën.
Aty u gjetën copëza metalike të çuditshme dhe materiali i çuditshëm, i cili ishte në formë të pazakont. Pasi fermeri raportoi zbulimin, ushtari erdhi dhe mori materialin. Në një deklaratë zyrtare fillestare, kishte një lajmërim që thoshte disk fluturues, por me njëherë pas, u dhanë shpjegime të reja, duke thënë se ishin copëza nga një balon atmosferik. Shpjegimi zyrtar krijoi spekulime dhe gënjeshtra. Shumë besuan se baloni ishte shpjegim, dhe teori filluan të qarkullonin se qeveria po fshihte teknologjinë apo krijesat jashtëtoksore. Në dekadat që pasuan, zona 51 vazhdoi të jetë në qendër të këtyre teorive konspirative, edhe pse Roswelli dhe ai nuk lidheshin drejt për drejtin atë kohë. Lidhja që ekziston midis zonës 51, Roswellit dhe zonës 51 është e fortë në narrativat që njerëzit besojnë në fshehtësi të operacioneve. Ata besojnë se teknologjia që u raportua në Roswell u transferua në zonën 51 për studim dhe inxhinjeri, për të përdorur zbulime teknologjike jashtëtoksore për përdorime ushtarake dhe ajrore. Shembuj për këtë përfshin dhe vazhdojnë të përfshin faktin se imagjinata popullore e ka mbushur atë që nuk dihet me gjëra të panjohura. Me gjithë mungesën e dëshmive për operacionet që kryhen në zonën 51, vazhdojnë të zhvillohen cikle të reja gënjeshtrave dhe teorish. Filmat, librat dhe programe televizive vazhdojnë të portretizojnë narrativat për Roswellin dhe zonën 51, duke vazhduar të përzihen faktet me fiksionin, në mënyrë që për publikun e gjerë bëhet gjithnjë më e vështirë të dallojnë faktet nga spekulimet. Dëshmitarët. Me kalimin e dekadave, disa njerëz kanë dalë dhe kanë pretenduar se kanë punuar në zonën 51 dhe kanë qenë dëshmitar të fenomeneve dhe teknologjive që nuk mund të shpjegohen lehtë. Një nga dëshmitë më të njohura është ajo që u bë botërisht e famshme në vitin 1989, pas një interviste televizive, historia e Bob Lazarit. Lazari tha se ai kishte punuar në një vend pranë zonës 51, të quajtur S4, ku ai tha se punoi në inxhinjerinë e kundërt të një anije kozmike jashtëtoksore. Ai gjithashtu pretendoi se anija përdorte teknologji antigravitacionale, që u bazua në një burim energjie të panjohur për njerëzit, element 115 në atë kohë, dhe anija kishte karakteristika që nuk ekzistonin për njerëzit. Edhe pse deklaratat e tij akademike dhe profesionale u vunë në dyshim, dëshmia e Lazarit ngjalli interesim të madh mes atyre që besojnë se operacione të panjohura po ndodhin në zonën 51. Kjo teknologji dhe zbulimi i saj. Një dëshmitar tjetër i dyshimt është një inxhinier aeronautik, i cili tha se ai kishte punuar në zonën 51 për projekte të klasifikuara në këtë periudhë, duke përfshirë studimin e artefakteve jashtëtoksore. Ekzistojnë dëshmi të teknologjisë që vjen nga jashtë, disa thonë se ata besojnë se ata kanë parë veprime të njerëzve jo njerëzor. Takimet me krijesat jashtëtoksore. Një narrativ të cilin disa njerëz e besojnë, është se zona 51 nuk është vetëm për teknologjinë e avancuar, por gjithashtu për krijesat jo njerëzore apo njerëz të tjerë, duke përfshirë incidente që përfshin zbulimin e anijeve kozmike. Sipas këtyre deklaratave, shkencëtarë dhe personel ushtarak kanë parë ose punuar me këto krijesa në projekte ku ata kanë përdorur teknikat dhe njohuritë e tyre për të kuptuar më mirë teknologjinë e avancuar që posedojnë. Dëshmitarët thonë se disa njerëz jo njerëzor janë zbuluar, janë parë, janë studiuar dhe kanë qenë në vende ku ekzistojnë krijesat e avancuara jashtëtoksore. Historitë e tyre përfshin informacion mbi teknologjinë dhe metodat komunikuese të tyre, duke sugjeruar se mënyra e tyre e jetesës dhe teknologjia e avancuar që posedojnë janë jashtëzakonisht më superiore. Por historitë e tyre nuk janë të verifikueshme, pretendimet janë të pambështetura dhe historitë e tyre nuk mund të verifikohen me faktet apo hipotezat e tyre, duke lënë publikun e gjerë në një pozicion të pasigurt. Informacioni që mungon, apo provat që mungojnë të vendosen, është i pamundur për të verifikuar. Disa besojnë se historitë mbi takimet në zonën 51 janë pjesë e kampanjave të dezinformacionit, duke përdorur për të fshehur veprimet që kryhen atje, apo për të mos lejuar botën jashtë dhe jashtëtoksore të shihen si të mundshëm. Kultura popullore. Zona 51 ka kaluar nga një bazë ushtarake sekrete në një fenomen kulturor, duke u shfaqur në kinematografin, televizionin dhe letërsinë. Në kinema, temat mbi të huajt,
Teknologjitë e avancuara dhe sekrete qeveritare janë shfaqur në shumë shembuj. Seria e filmave Independence Day përdor zonën 51, duke treguar njerëzit që zbulojnë teknologjinë e fshehur atje për të luftuar pushtuesit jashtëtoksor. Ky film përfaqëson zonën 51 si një qendër hulumtimesh të mëdha dhe si një magazinë e gjërave të fshehta të klasifikuara. Në televizion, serialet si The X-Files kanë portretizuar bashkëveprime me të huajt dhe sekrete qeveritare që lidhen me zonën 51, duke fuqizuar kulturën e klasifikuar që e rrethon bazën. Në letërsi, zona 51 nuk ka mbetur e patrajtuar, pasi librat përfshin nga tregime deri te shkrimet jo fiksion. Autorët përdorin bazën për të eksploruar tema konspirative, për të krijuar narrativa që ndodhin në vende të izoluara në shkretëtir. Këto materiale shpesh krijojnë një linjë të hollë ndërmjet fakteve dhe fiksionit, duke e bërë të vështirë për lexuesin të dallojë se çfarë është reale dhe çfarë është imagjinative. Zona 51 ka ndikuar gjithashtu në muzikë dhe videolojra, ku ajo shërben si frymëzim për këngë dhe si një vendndodhje për lojra që trajtojnë tema shkencë fantastike dhe operacione ushtarake. Vizitorët dhe vende lokale. Zona 51 tërheq interesimin e njerëzve që dëshirojnë të arrijnë në të, pavarësisht masave të sigurisë dhe paralajmërimeve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Veprimet e tyre variojnë nga udhëtime turistike në përpjekje për të marrë dokumente dhe zbulim të zonës së brendshme. Vizitorët shpesh përpiqen të shikojnë nga distanca në zona të sigurta, duke përdorur dylbi dhe kamera për të tentuar të shohin veprimet e panjohura. Në zonat e afërta, vizitorët gjejnë vende të afërta. Përmes këtyre vizitave, zona 51 mbetet e lidhur fort me rajonin për operacionet që kryhen atje, edhe pse vizitorët nuk mund të shohin bazën. Vizitorët shpesh besojnë se mund të jenë dëshmitar të fenomeneve të pazakont apo fluturimeve të avionëve. Këta operatorë turistik ofrojnë shpjegime spekuluese për veprimet, duke përfshirë testimet e avionëve eksperimental, të cilat mund të jenë spekulime për operacionet e klasifikuara që ndodhin brenda bazës. Megjithatë, nuk është e mundur të shihet aktiviteti që ndodh brenda bazës. Veprimet e tyre shpesh përfundojnë në zhgënjim, pasi ajo që ata presin të shohin është e pakëndshme, apo kur nuk ndodh asgjë, apo kur ato që ndodhin janë vetëm aktivitete të zakonshme. Përveç vizitave dhe tureve, disa njerëz ofrojnë ekskursione dhe ture të dedikuara për zonën 51, duke përdorur interesimin e publikut për bazën. Këto ture, teoria e komplotit dhe fshehtësia janë të integruara, duke dhënë mundësinë që vizitorët të mësojnë më shumë për misterin e zonës 51, edhe pse është e fshehtë dhe e monitoruar nga qeveria. Në erën digjitale, mediat sociale dhe platformat e videos kanë lejuar përhapjen e gjerë të historive të tyre. Video me pretendime, avion eksperimental dhe takime të pretenduara të personelit të sigurisë të zonës 51 krijojnë gjithnjë e më shumë interesim dhe kuriozitet, edhe pse nuk janë të verifikueshme. Në vitin 1996, zona 51 u bë oficial, kur gjeografi dhe profesor universitar Jeffrey T. Richardson, përmes ligjit për lirinë e informacionit, fitoi dokumenta të deklasifikuara që, për herë të parë, pranuan zyrtarisht ekzistencën e zonës 51 dhe vendin e rëndësishëm për operacione të mëdha brenda bazës, duke konfirmuar spekulime dhe teori që kishin qarkulluar për vite. Një situatë tjetër në historinë e zonës 51 ndodhi në vitin 2015, kur perimetri i saj u zgjerua. Shumë e interpretuan këtë zgjerim si një përpjekje për të rritur sigurinë dhe për të mbajtur bazën e fshehtë për operacione, duke shkaktuar proteste nga banorët lokal dhe aktivistë mjedisor. Në vitin 2019, një incident u bë një fenomen viral i quajtur Storm Area 51, They Can't Stop All of Us, sulmo zonën 51, ata nuk mund t'i ndalojnë të gjithë, ku miliona njerëz u lidhën në mediat sociale për të organizuar një sulm në zonën 51 për të shpëtuar sekretet. Edhe pse kjo ishte një shaka, miliona njerëz u lidhën në internet, duke çuar në tubime masive të njerëzve pranë bazës. Zyrtarët ushtarak paralajmëruan publikun në mënyrë serioze për pasojat e fuqishme të sigurisë. Këto ngjarje treguan se sa shumë interesim kishte zona 51 në imagjinatën publike,
edhe pse interesi për publikun në bazën sekrete mbeti i lartë. Me gjithë interesimin e publikut, në vitin 2013, CIA lëshoi dokumente që konfirmuan historinë dhe rolin e tyre, duke pranuar programet e spionazhit që u zhvilluan gjatë luftës së ftohtë. Kjo zbulim dha një pamje më të qartë të rolit historik që Zona 51 luajti në fshehtësinë ushtarake, por shumë nga operacionet mbeten të klasifikuara. Teoritë e avancuara. Në erën e informacionit, teori dhe spekulime për Zonën 51 vazhdojnë të zhvillohen, duke reflektuar zhvillime në zhvillimin teknologjik dhe ndërgjegjësimin publik për zbulim. Edhe pse teoritë klasike mbi UFO-t dhe teknologjinë jashtëtoksore mbeten të njohura, një ndërveprim më kompleks i teknologjisë, gjeopolitikës globale dhe kulturës popullore ka lindur. Teoritë të tjera sugjerojnë se Zona 51 ka vazhduar të zhvillojë teknologji të avancuara. Ky ndryshim reflekton një interesim për të dhënat elektronike dhe digjitale mbi inteligjencën. Entuziastët besojnë se baza mund të zhvillojë satelit spionazhi, teknologji komunikimi që interceptojnë dhe sisteme inteligjence artificiale për procesimin e të dhënave. Spekulimet në qendër përfshin luftën kibernetike dhe mbrojtjen digjitale. Në këtë kontekst global, ku mbrojtja kibernetike luan një rol kritik, disa besojnë se Zona 51 mund të përfshihet në zhvillimin e mëtejshëm të aftësive në luftën kibernetike dhe ajo mund të luajë një rol në zhvillimin e aftësive për luftë në hapësirën kibernetike. Një hipotezë më spekulative për Zonën 51 merr një rol në teorinë mbi inxhinierimin e avancuar. Ata sugjerojnë teknologji egzotike, si manipulimi i energjisë nukleare, apo teori më spekulative, si udhëtimi në kohë. Me rritjen e interesimit për eksplorimin e hapësirës, disa besojnë se Zona 51 mund të jetë përfshirë në projekte që përfshin udhëtime në planete, si sisteme për nxjerrjen dhe përpunimin e asteroidëve të shënjestruar. Kjo teori është bërë e njohur për objekte të cilat mund të shikojnë për veprimet e mbrojtjes planetare nga toka. Për më tepër, me rritjen e bioteknologjisë dhe shkencës, spekulime ndodhin për programe të klasifikuara që përfshin punë që ndryshon të kuptuarin e njerëzve përmes modifikimeve gjenetike, egzoskeleteve të avancuara apo interfejsave kompjuter tru. Teoricienët spekulojnë se zhvillimi i këtyre projekteve mund të ndodhë në zona si Zona 51, ku mund të mos jenë të mbrojtura nga fshehtësia publike dhe etike. Teori mbi UFO-t dhe të huajt mbeten. Sipas këtyre narrativave, Zona 51 mund të jetë përfshirë në programe të shkëmbimit kulturor dhe teknologjik me qytetërime jashtëtoksore, duke mbajtur fshehtësinë për takime të mundshme botërore. Bob Lazari, Jeremy Corbell dhe lidhja në podcastin e Joe Roganit. Në një kohë të rëndësishme në podcastin e Joe Roganit, ka pasur një bisedë të madhe për Zonën 51 dhe deklaratat mbi teknologjinë jashtëtoksore. Bob Lazari, një figurë e polarizuar në botën e ufologjisë, ka thënë për dekada se ai punoi në një vend sekret pranë Zonës 51, ku ai pretendon se ndeshi teknologjinë jashtëtoksore. Regjizori i filmit dokumentar Jeremy Corbell, i njohur për dokumentarët e tij mbi fenomene të pazakonta, ka punuar për të përhapur historinë e Lazarit përmes filmit të tij dokumentar Bob Lazar, Area 51 dhe Pilotat fluturuese. Në podcast, Lazari përsëriti deklaratat e tij nga vitet 1980 për vendin e quajtur S4 pranë liçenit Grum, ku ai pretendoi se zbuloi një anije kozmike jashtëtoksore. Ai vazhdimisht tha se pa teknologji të avancuara që ai besonte se nuk mund të shihnin njerëzit në atë kohë, duke përfshirë sisteme propulsioni antigravitacionale. Corbell, për pjesën e tij, shtoi një perspektivë për punën mbi historinë e Lazarit dhe besimin se historia e tij duhet të dëgjohet. Ai tha se Lazari ka mbajtur qëndrueshmëri në deklaratat e tij, duke thënë se historitë e tij mbi sekrete qeveritare dhe kuptimi i fizikës dhe inxhinierisë mund të nxisin revolucion në zbulime që mund të kuptojnë teknologjinë. Gjatë podcastit, ai përsëriti edhe kritikat dhe dyshimet që kanë rrethuar deklaratat e Lazarit. Shumë vendë dyshim besueshmërinë e tij, duke thënë se nuk ka verifikime dhe deklaratat nuk janë të verifikueshme. Lazari dhe Corbelli adresuan këto pikë, duke përsëritur se Lazari është tallur, por Corbell, po i mbrojtur, tha se ajo është arsyeja pse historia duhet të dëgjohet. Një temë e përsëritur në bisedë ishte mungesa e vërtetimit të sfondit të Lazarit.
Ai tha se përballet me mbyllje dhe fshirje të dhënave, duke thënë se kjo është një përpjekje nga qeveria për të fshehur veprimet mbi zonën 51 dhe projektet e klasifikuara. Elementi 115. Bob Lazari tha se elementi 115, i njohur gjithashtu si Moskovium, është burimi i energjisë që ai pa dhe punoi në anijet kozmike jashtëtoksore për të siguruar energji. Nga një perspektivë shkencore, Moskoviumi u sintetizua fillimisht në vitin 2003 nga shkencëtar rus dhe amerikan, dekada pas deklaratave të Lazarit. Elementi ka një jetë të shkurtër, gjë që e bën shumë spekuluese për burime energjie për përdorime praktike. Sinteza e elementit 115 kërkon një përpjekje të madhe, pasi atomet e tij jetojnë vetëm për disa sekonda përpara shkatrimit. Përdorimi i tij për teknologji të avancuara do të kërkonte një kuptim që nuk korespondon me teknologjinë dhe kuptimin ton të sotëm. Nuk ka verifikime empirike se elementi 115 mund të ekzistojë në një formë të qëndrueshme, dhe as që teknologjia jashtëtoksore është e verifikueshme. Për më tepër, karakteristikat fizike dhe kimike të Moskoviumit, sipas asaj që është zbuluar, nuk përputhen me pohimet që Lazari ka bërë për sistemet e motorëve. Edhe pse sinteza e Moskoviumit është një arritje shkencore e vlefshme, ajo mbetet e pakuptueshme në shkrimet shkencore që pretendojnë teknologjinë të avancuar dhe të jashtëtoksore. Projekti Blue Book, nga viti 1952 deri në vitin 1969, projekti Blue Book ishte një program për të përcaktuar se nëse UFO-t paraqisnin një kërcënim për sigurinë mashtruese dhe për të studiuar të dhënat që lidheshin me to. Përgjatë viteve, projekti hetoi mira raportime të UFO-ve, shumica prej të cilave u identifikuan si fenomene natyrore ose avion që u identifikuan. Por një përqindje e vogël mbeti e pashpjegueshme, duke nxitur spekulime publike dhe interes për aktivitete jashtëtoksore. Ekziston spekulim për lidhjet që mund të ekzistojnë midis projekt Blue Book dhe zonës 51. Teoricienët e komplotit shpesh besojnë se raportimet e UFO-me, të cilat nuk u shpjeguan, mund të fshihnin teknologjinë eksperimentale që u zhvillua në zonën 51, apo artefakte jashtëtoksore. Hipoteza sugjeron se zona 51 mund të ketë qenë një vend hetimi për ngjarjet më të pazakonshme të projekt Blue Book, duke përdorur izolimin dhe fshehtësinë e saj për të mbajtur hetimet më të rëndësishme të fshehta. Por nuk ka verifikime dokumentare që tregojnë se projekti Blue Book është i lidhur me zonën 51. Mungesa e provave konkrete lejon që spekulimi të vazhdojë dhe lidhja midis projekt Blue Book dhe zonës 51 mbetet një temë debati midis entuziastëve dhe skeptikëve. Për më tepër, dokumentet e projekt Blue Book të deklasifikuara dhe deklarata zyrtare për zonën 51 nuk janë mjaft për të kuptuar teori konspirative. A ekzistojnë të huajt në zonën 51? Nga një perspektivë shkencore, kjo pyetje është shumë spekulative, duke kërkuar provë, teori të verifikueshme dhe hipoteza të tjera për të konsideruar. Aktualisht, nuk ka verifikime qeveritare se të huajt apo anijet kozmike të panjohura apo jashtëtoksore janë në zonën 51. Deklarata mbi të huajt në zonën 51 vijnë nga dëshmi të paverifikuara dhe teori të pambështetura. Nga një perspektivë kërkimore, zbulimi i jetës jashtëtoksore do të ishte i mundur. Në një univers me triliona galaksi, triliona yje dhe triliona planete, besimi se jeta jashtëtoksore mund të ekzistojë është racionale, por jeta jashtëtoksore, veçanërisht pranë tokës, pa prova konkrete, kërkon spekulim, veçanërisht besimi se jeta jashtëtoksore e avancuar do të ekzistojë shumë afër në zonën 51, pa që të mund të shohim, është e pambështetur. Kuptimi ynë shkencor sugjeron se teknologjitë dhe energjitë që do të kërkohen janë të mëdha. Ato do të përfshinin distancë midis yjeve, shpejtësi të lëvizjes dhe burime energjie për të udhëtuar hapësirën kozmike. Për më tepër, deklaratat mbi teknologjinë jashtëtoksore ose mostra biologjike në zonën 51 nuk janë të verifikueshme. Pretendimet mbi inxhinierinë e kundërt të teknologjisë jashtëtoksore ose shkrimet shkencore që janë krijuar për testim nuk përputhen me standarde verifikuese si proceset e rishikimit dhe riprodhimit.
A janë UFO-t apo teknologji të avancuara? Vëzhgimi i objekteve të panjohura fluturuese, UFO, pranë zonës 51, ka krijuar kuriozitet të madh mbi rolin dhe fshehtësinë e tyre. A janë këto vëzhgime të udhëhequra nga vizitorë jashtëtoksor, apo janë anijet që zhvillohen në zonën 51? Nga avionët spionazh U-2 deri te teknologji stealth si F-117 Nighthawk, baza ka kontribuar në zhvillimin e aviacionit. Është e mundur të spekulohet se disa vëzhgime të UFO-ve mund të jenë prototipe apo teknologji eksperimentale në fazat e testimit që nuk janë zbuluar ende për publikun. Këto operacione dhe karakteristikat unike të avionave mund të shpjegojnë shumë nga karakteristikat e vëzhguara në UFO, si aftësia për të manovruar me kthesa të mrepta. Por, nga ana tjetër, hipoteza jashtëtoksore sugjeron se disa vëzhgime të UFO-ve mund të jenë anije të shoqëruara me inteligjenca jo njerëzore. Kjo teori bazohet në faktin se këto objekte demonstrojnë aftësinë për të kryer manovra që tejkalojnë teknologjinë njerëzore, si dhe vëzhgime dhe përshkrime. Por, kjo hipotezë varet nga zbulimi i teknologjisë jashtëtoksore, i cili nuk ka verifikime fizike konkrete. Në vitet e fundit, Pentagoni ka konfirmuar video dhe raportim të UFO-ve, duke rritur spekulimin, edhe pse ato mbeten të pashpjeguara. Këto dokumenta kanë treguar se pilotët ushtarak kanë parë objekte që demonstrojnë aftësi aeronautike të jashtëzakonshme, por origjina dhe provenienca e tyre nuk ka arritur ende në një zbulim konkret. Aktualisht, vendi më afër vendit të fshehtë për kushte ideale për testime është në Shkretëtir, dhe kjo mund të ketë rritur vëzhgime të UFO-ve. Në kohën e tanishme, një lidhje e dukshme midis vendeve të testimit dhe vëzhgimeve të UFO-ve sugjeron si për shembull se disa nga këto fenomene mund të jenë aktivitete njerëzore të panjohura. Teoria e çuditshme. Inxhinieria e kundërt e artefakteve jashtëtoksore. Një nga teoritë më të çuditshme që rrethojnë zonën 51 është se vendi përdoret për ruajtjen dhe inxhinierinë e kundërt të teknologjive jashtëtoksore. Sipas kësaj teorie, artefakte që mungojnë kuptimin njerëzor, duke përfshirë anije kozmike dhe teknologjitë që ato përfshin, janë transferuar në zonën 51. Kjo teori bazohet në besimin se incidenti i Roswellit në vitin 1947 ishte burimi i artefakteve jashtëtoksore. Nga një këndvështrim inxhinierik, përpjekja do të përfshinte analizimin e thellë dhe studimin e veprimeve, të mësuarit se si funksionon dhe zbulimit teknologjisë. Kjo do të thoshte se shkencëtarët do të ishin të detyruar të kuptonin parimet shkencore dhe teknologjike të zbulimit të pajisjeve, që shkelin ligjet fizike. Anijet do të ishin në gjendje të fluturonin me shpejtësi të jashtëzakonshme, të kryenin manovra me kthesa të mprehta dhe të fluturonin pa zhurmë apo reaktor të dukshëm. Teknologjitë që zbulohen si të ardhura nga burimet jashtëtoksore përfshin sistemin e propulsionit antigravitacional, i cili do të lejonte udhëtimin në hapësirë, pa nevojën për karburant, si dhe teknologji raketore që eliminon masën. Zona e tjetër e interesit përfshin sisteme energjie të avancuara, materiale me karakteristika të jashtëzakonshme dhe aftësi llogaritëse të larta. Por, kjo ngre pyetje: a mund të kuptojnë njerëzit teknologjinë të avancuar për dekada? Kuptimi i teknologjisë së këtillë do të kërkonte incidente të pazakonta, nga zbulimi i teknologjisë deri në adaptimin dhe kuptimin e saj nga njerëzit. Aktualisht, teknologjia e avancuar mund të jetë e pamundur të kuptohet plotësisht, apo të mos mund të kuptohet me parimet fizike dhe shkencore. Për qytetrimet e avancuara që mund të kenë kuptuar teori kuantike apo fizik më tej, teknologjitë e avancuara mund të jenë të pamundura të kuptohen për konceptet që ne nuk i kuptojmë. Për më tepër, teknologjitë e avancuara mund të varen nga materiale dhe procese që ne nuk i njohim, gjë që bën analizimin dhe zbulimin e tyre të vështirë. Manipulimin e shkallë nanometrike apo subatomike i materialeve, apo përdorimi i formave të energjisë të panjohura mund të jenë pengesa për teknologjitë të avancuara. Interfejsi dhe kuptimi i teknologjive të avancuara mund të krijojnë gjithashtu sfida. Ndërfaqet intuitive dhe të kuptueshme mund të mungojnë njohuritë njerëzore, por teknologjia mund të jetë krijuar për krijesa me procese të ndryshme kognitive, mënyra komunikimi apo forma komunikimi, gjë që e bën të vështirë për njerëzit të kuptojnë. Distanca midis kuptimit dhe zbulimit inxhinierik është e madhe me inxhinierinë e kundërt, duke kërkuar një kuptim se si teknologjia funksionon. Por kjo sfidë sugjeron se parimet që përdor teknologjia mund të jenë të pamundura ose të pakuptueshme për shkencëtarët njerëzor, duke e bërë pothuajse të pamundur për të verifikuar me teknologji më të avancuara për dekada.
Kuptimi i teknologjive të avancuara mund të kërkojë gjithashtu një kontekst kulture dhe shkencor. Kuptimi i një bote ku ekziston një marrëdhënie e ndryshme midis shkencës dhe teknologjisë apo koncepte më të sofistikuara mund të kuptojë dhe zbulojë teknologji të avancuara më lehtë, me mendje të hapur, apo besime që shkojnë përtej kuptimit. Teoritë të tjera. Teoritë mbi zonën 51 që lidhen me UFO-t janë të larmishme, duke shkuar nga zbulime shkencore deri te spekulimet fantashkencore. Në këtë seksion, teoritë të tjera janë të diskutuara, që janë më të besueshme: teknologji avancuara ushtarake, prototipe avionësh futuristik, apo teori që përfshin artefakte jashtëtoksore. Udhëtarët në kohë. Një teori spekulative thotë se UFO-t mund të jenë makina që udhëtojnë në kohë, ndoshta nga qytetrime njerëzore të së ardhmes. Ky ndryshim përfshin hipotezën se zona 51 mund të jetë përfshirë në studime eksperimentale që përfshin manipulimin e kohës. Fenomene natyrore të pashpjegueshme. Një shpjegim tjetër është se vëzhgimet e UFO-ve mund të jenë fenomene atmosferike ose astronomike më të zakonshme, të cilat gabimisht janë identifikuar si anije kozmike. Kjo teori sugjeron se kushtet e pazakonta që ekzistojnë në shkretëtir pranë zonës 51 mund të nxisin këto fenomene. Projeksione holografike. Ekziston spekulimi se UFO-t mund të jenë projeksione holografike të avancuara, të përdorura në programe luftarake psikologjike apo si eksperimente kamuflazhimi. Kjo teknologji mund të krijojë iluzione optike që duken reale në qiell, duke zbuluar vëzhguesit. Interferenca elektromagnetike. Disa besojnë se testimi i fushave elektromagnetike ose sistemeve të radarit në zonën 51 mund të krijojë anomali të paqëndrueshme në qiell, të cilat dëshmitarët i identifikojnë si UFO. Kushte psikologjike. Kjo teori sugjeron se misteri që rrethon zonën 51 mund të nxjisë njerëzit të identifikojnë objekte të zakonshme si UFO, veçanërisht në një rajon që është i mbushur me folklor jashtëtoksor. Përparimet në teknologji stealth. Së fundmi, është sugjeruar se disa UFO mund të jenë platforma të avancuara stealth të dimensionit të 5, duke përdorur teknologji si levitacionin magnetik apo sisteme propulsioni të panjohura për të fluturuar. Projekti Abigail, mit apo realitet? Një nga temat më të kërkuara nga përdoruesit e internetit në lidhje me zonën 51 dhe fenomenet e saj të çuditshme është projekti Abigail. Historitë që qarkullojnë thonë se disa prej tyre janë të vërteta, ndërsa të tjerat janë përzierje e miteve. Imagjinatës. Projekti Abigail i referohet Abigail Wester, një vajzë e re që supozohet të jetë nënshtruar eksperimenteve që u kryen në zonën 51, duke ndryshuar jetën e saj. Gjatë kohës së luftës së dytë botërore, zona 51 u përdor për operacione ushtarake dhe shkencore. Për qëllimet e projektit, u kryen eksperimente që përfshinin anatominë e njerëzit, duke u përpjekur të krijonin një ushtar të përsosur, që do të ishte më i fortë dhe më rezistent. Abigail, një studente që u rekrutua për një projekt universitar në zonën 51, u nënshtrua këtij eksperimenti, duke mos e ditur pasojat që do të ndodhte. Eksperimentet që Abigaili u nënshtrua shkaktuan ndryshime fizike në trupin e saj, duke krijuar një gjendje që ishte jo njerëzore. Faza e parë ishte e suksesshme. Trupi i saj filloi të shfaq veçoritë pazakonta. Dora e saj u shndrua në mënyrë të çuditshme dhe funksionet e saj fizike ndryshuan, duke e çuar në një gjendje jo njerëzore. Përpjekjet e shkencëtarëve për të kthyer Abigail në gjendjen e saj normale dështuan, por situata vetëm u përkeqësua. Ndryshimet fizike vazhduan, gjë që çoi në atë që u quajt projekti i frikshëm i Abigail. Historia përfshin gjithashtu një narrativ të dhimbshëm për babain e saj, Albert Wester, duke humbur mendjen për shkak të ndodhjeve të vajzës së tij. Në një intervistë të kohëve të fundit, ai tha se ai ishte penduar apo kërkon falje për veprimet e tij jo njerëzore. Ndërsa pendimi i tij u rrit, fajin për të kryer një mrekulli, ai u detyrua të kryente një eksperiment të prishur. Por kjo tragjedi u përfundua më keq, kur Abigail nuk u kthye kurrë në gjendjen normale
dhe asnjë mjet nuk mund të gjente fragmente të njerëzve të humbur apo krijesa të tjera që u raportuan më vonë. Kjo histori ka nxitur shumë gënjeshtër dhe spekulim, dhe disa besojnë se kjo është e vërtetë, që ndodhi në zonën 51. Por këto gënjeshtra janë të pambështetura me fakte që mund të verifikohen, dhe ato qarkullojnë në internet, duke u bërë pjesë e narrativave që mbështeten në mister. Historia e Projekt Abigail i ngjan eksperimentit Biosfera 2 të vitit 1992, një përpjekje për të studiuar jetën njerëzore në ekosisteme të mbyllura. Përgjatë dekadave, ka pasur disa incidente të raportuara, duke variuar nga kushte shëndetësore deri te çështje që përfshinin mirëqenjen e personelit. Disa nga operacionet më të pazakonta ushtarake të lidhura me zonën 51 përfshin vitet 1990, kur u raportua siguria sekrete për personelin e bazës. Gjatë operacionit, u raportua se operacionet sekrete ushtarake ishin të mbyllura dhe se fshehtësia dhe siguria e personelit ishin të mbrojtura. Incidentet e raportuara përfshin interesa për mosmarrveshjet midis interesave, duke krijuar një nivel të ri të tensionit rreth zonës për mistere ushtarake, që u krijua nga qeveria. Kjo zonë të padëgjuarve ishte një doktrinë sekrete, që thoshte se qeveria mund të mos raportonte informacion mbi operacionet ushtarake, duke e mbajtur atë të fshehtë. Një incident tjetër sekret ishte kur vendet afërme të zonës 51, vendi i fshehtë dhe vendi toksor, ishin të afërta. Operacione kanë nxitur qeverinë të zhvillojë operacione ushtarake sekrete që përfshin të dhëna shkencore ekologjike dhe kontrollin e dëmit mjedisor. Ndikimi global. Zona 51, me misteret dhe sekretet e saj, nuk është një anomali në kontekstin global. Vende të tjera sekrete ushtarake ekzistojnë në mbar botën. Një ndër ngjashmëritë më të njohura është Kapustin Jar në Rusi, një vend që përmban raketa. Që nga viti 1946, ky vend ka qenë një qendër për zhvillimin e raketave balistike ndërkontinentale dhe ndoshta zhvillimin dhe testimin e teknologjive ajrore. Si zona 51, Kapustin Jar ka gjithashtu qenë në qendër të teorive konspirative që përfshin UFO-t dhe teknologjinë jashtëtoksore. Në Mbretërinë e Bashkuar, Porton Down është një qendër kërkimore shkencore e Ministrisë së Mbrojtjes, e njohur për punën e saj mbi luftën kimike dhe biologjike. Edhe pse ekzistenca e saj është e njohur, operacionet që kryhen brenda bazës janë ende të panjohura, duke nxitur spekulime dhe kuriozitet, veçanërisht mbi eksperimentet e njerëzve. Më në lindje, Kina ka vende të ngjashme me zonën 51, si Lop Nur, një ish vend testimi nuklear, i cili është përdorur për zhvillimin e raketave dhe teknologjive hapësinore. Qeveria kineze mban fshehtësinë mbi zhvillimet ushtarake dhe teknologjike, duke nxitur interes global dhe spekulime. Australia ka PINGAP, një stacion satelitor për gjues i operuar në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pranë Alice Springs. Deklarohet zyrtarisht si një vend stealth, por spekulohet se luan një rol në mbledhjen e inteligjencës dhe operacionet ushtarake, duke nxitur kuriozitet mbi sovranitetin dhe sekretet. Izraeli, me qendrën kërkimore nukleare të Negevit në Dimona, ka një vend tjetër ushtarak që është i fshehtë. Edhe pse aktiviteti kërkimor është i dokumentuar, spekulohet se Izraeli luan një rol në programin nuklear, duke nxitur spekulime të ndryshme në kontekstin rajonal dhe global. Kushtet mjedisore dhe impakti lokal. Edhe pse sekretet që ka krijuar zona 51, operacionet që kryhen atje nxjerrin pyetje për kushtet mjedisore dhe mirëqenien e njerëzve që punojnë në ato vende. Pyetjet mjedisore përfshin menaxhimin e duhur të materialeve të rrezikshme. Punonjësit që kanë ekspozuar përdorimin e substancave kimike, materialeve të djegshme dhe ndotjen nga eksperimentet që kryen, mund të kenë pasoja shëndetësore. Këto operacione mund të mos jenë në përputhje me ligjet mjedisore, duke shkaktuar shqetësim për ekosistemet lokale dhe shëndetin e njerëzve, duke kërkuar një hetim që tregon operacionet. Këto operacione mund të kenë ndikuar florën dhe faunën lokale. Shkretëtira e Nevadës, ku ndodhet zona 51, është një ekosistem i brisht ku jetojnë specie të ralla bimësh dhe kafshësh. Ndërtimi i vendeve të testimit, operacionet me rezatim,
testimi i fluturimeve dhe kontaminimi potencial mund të kenë ndryshuar biodiversitetin e rajonit. Më në tepër, testimi i avionëve dhe mjeteve të tjera të operacioneve në zonën 51 kontribon në ndotjen e ajrit dhe zhurmën. Ndotja e ajrit mund të dëmtojë krijesat lokale. Zhurma dhe vibrimi i krijuar nga makinat dhe avionët mund të dëmtojë jetën e egër. Zona 51, pranë liçenit Krum, ngrej gjithashtu pyetje të mëdha për shfrytëzimin e ujit në shkretëtir. Uji është nevojë për operacione, por ai është i kufizuar në shkretëtir. Shfrytëzimi i ujit për qëllime operative mund të shterojë burimet e ujit në nëntokë, gjë që mund të dëmtojë ekosisteme dhe banorët e zonës. Impakti lokal. Edhe pse zona 51 është pranë liçenit Grum, ajo ka një ndikim për bashkësitë dhe tokën përreth, duke nxitur kuriozitet për mbylljen e zonave dhe aksesin. Disa banorë dhe personat e interesuar për kërkimin e historisë kërkojnë akses në zona përreth bazës, duke nxitur konflikte midis qeverisë, personelit dhe fshehtësisë dhe operacioneve. Qyteti më i afërt. Rachel, në Extraterrestrial Highway, është pranë zonës, duke u bërë një vend ku interesohen për fenomenin e UFO-ve dhe teori konspirative. Ky qytet i vogël pranë zonës 51 është bërë pjesë e kulturës, ku vende lokale si Aelin ofrojnë shtrehim, ushqim dhe suvenir për vizitorët që janë frymëzuar nga legjenda që lidhet me bazën. Entuziazmi për UFO-t dhe fantashkencën, vendi bëhet një destinacion për njerëzit e interesuar, duke kryer ture përreth zonave të tyre. Turizmi ka rritur të ardhurat për taksat lokale dhe vizitorët kanë nxitur një industri të vogël që përfshin nga ture deri te produkte tematike. Për më tepër, zona 51 ka ndikuar në banorët lokal në vende të tjera. Edhe pse detajet specifike për operacionet dhe punën mbeten të panjohura, banorët lokal punojnë në vende të ndryshme, nga role shkencore dhe teknike deri te role logjistike. Por tensioni mbi zonën 51 dhe banorët lokal nuk mungon. Mbyllja e zonave dhe aksesi në kufizuar krijojnë kuriozitet midis banorëve lokal dhe personave që dëshirojnë të arrijnë në zonën historike, duke ndikuar në qeverinë dhe fshehtësinë dhe operacionet. Infrastruktura lokale është gjithashtu e ndikuar. Arritja e vizitorëve dhe punëtorëve në bazë kërkon që qytetet e afërta të rrisin shërbimet dhe shërbimet komunale. Këto sfida krijojnë pengesa për banorët, por ato gjithashtu tregojnë një ndikim të dukshëm në planifikimin dhe zhvillimin rajonal.